Aeroporti Vlorës falimentoj para se të filloj funksionimin. Faktikisht, i ndërtuar mbi një korrupsion të tmerrshëm, ngrehinë e tij u shem para fillimit të funksionimit. Në aparencë, mediat dhe qytetarët shohin një përballje midis dy aksionerëve. Dhe në këtë aspekt, kjo nuk është një gjë pazakonshme, por kjo është vetëm në aparencë. Afera e aeroportit të Vlorës eksplodoi 3 javë më parë, kur biznismeni dhe politikani i njohur kosovar Bexhet Pacolli doli nga zyra e kryeministrit shqiptar. Doli nga zyra e kryeministrit shqiptar. Tani, që dy ortak mund të kenë mosmarrëveshje njëri me tjetrin, kjo është një ndodhi e zakonshme. Po që një kryeministër të implikohet në ngatresën apo në përballjen e dy ortakëve njëri me tjetrin, kjo është gjëja më e pazakonshme. Kjo është gjëja më e pazakonshme. Ky është moment i cili flet shumë më tepër se sa të gjitha të tjerat. Pra kemi të bëjmë jo thjesht me një përballje midis dy aksionerëve, por kemi të bëjmë me një përballje midis shtetit dhe aksionerëve. Kemi të bëjmë me një përballje të tillë sepse siç jeni dëshmitar, nëse ju shfletoni arkivat e mediave, do të gjeni se janë mediat ato që njoftuan fillimin e procesit kundër këtij, kundër atij, pa filluar procesi. Por janë bërshit pa fund me mesazhes të pushtetarëve direkt interesuar në këtë aferë, që kanë vërshuar drejt aksionerëve. Çfarë duhet, cili është morali? Dorezez e atyre që kanë stisur këtë aferë të tmerrshme është e shtetit dhe e qeverisë. Unë duhet të informoj qytetarët se aeroporti Vlorës ka një histori recente të tillë. Në vitin 2017 hapet një tender, në të cilin paraqiten 4 kompani të mëdha turke për ndërtimin e aeroportit. Kompanitë turke duke
patur parasysh se në aeroport do të kishte më shumë zoq se pasagjerë, kërkuan një garanci me 120 milion euro, 120 milion euro, ndërkohë që aeroporti ishte përllogaritur të ndërtohej me 105 milion. Duhet të deklaroj këtu se 2 ministra refuzuan firmen e kësaj kontrate. E refuzoi Arben Ahmetaj, e refuzoi Damian Gjiknuri. Dhe refuzuan pikërisht për shkakun se kompania kërkonte 120 milion euro pagesa nga qeveria, edhe sikur asnjë avion të mos fluturonte në këtë aeroport pas përfundimit të tij. Një çmenduri. Aeroporti është me rrezik të lartë dhe kështu është aeroporti. Të ngrihesh mi ufon për të mbushur valixhet me parat takspagues është tmerrësh të krimi shëmtuar. Të dalësh të kapardisë si Lubia që nuk më lejohet t'i ve epitete, se po ndërtojmë në Vlorë aeroportin më të madh të Ballkanit, duke dëshmuar ignorancën më të madhe, minimum ignorancën më të madhe të Ballkanit dhe babëzinë më të tmerrshme. Si mund të ndërtohet në Vlorë? Cila imagjinat është që të mund të ndërtojë në Vlorë në një rreth që ka gjithsej banor aktual, asnjë më shumë se 170.000. Të thuash po ndërtoj aeroportin më të madh të Ballkanit. Për të mbuluar vjedhjen e tmerrshme që ke planifikuar për të bërë, për asnjë arsye tjetër. Po pse? Sepse bon sensi, logjika ekonomike dhe e gjithanshme imponon një ndërtim me faza. Fazën e parë 20-30 milion, siç është vepruar me aeroportin e Tiranës, i cili mund të jetë sot në fazën e 4 apo të 3 po një me siguri të ndërtimit të shtesave. Rritet vëllimi, zgjatet pista, zgjerohen fusha e tjerë me radhë. Por, që në fillim ab initio, duhet që aeroporti t'ishte më i madhi në Ballkan. Një krim nga i shqiptarëve ky. Një krim i vërtet, një lloj si Kuksi. Shkoni në Kuks, e shtruan në park voltaik aeroportit. Shkoni shifni Kuksin. Akord, do ta ndërtoje në size minimale dhe kur të shtohen pasagjerët, e shtohen, s'ka asnjë vështirësi. Jo, do ta bëjmë më të madhin që vjedhja të jetë maksimale. Dhe çfarë bëri? Atë që Arben Ahmetaj edhe Damian Gjiknuri nuk e firmosen sepse ishte 120 milion euro siguri nga qeveria nga takspaguesit shqiptar, Lubia e firmosi me 140 milion euro. Dhe a mund ta kuptoni ju që aeroporti që ndërtohet me 105 apo 110, brenda 10 viteve u merr takspaguesve shqiptar edhe sikur asnjë avion të mos ulet në pistën e tij,
në total 135-120 milion euro. A ka njëri që mund të gjobis, përveç hajdutët që s'kan asnjë lloj morali dhe që janë të aftë të bëjnë çdo gjë. Përpiqen jo bexheti, jo valoni, jo bexheti. Ç'pun ka ata? Ky është shtylla e zezë e korrupsionit, është garancia që është dhënë nga Lubi Balluku, e pa përmbajtur në hajnit dhe vjedhjet e saj, dhe që mbrohet si nga skapi i partisë. Ja ku është? Kjo është e vërteta. Pranaj edhe këta të gjithë janë vërsulur gjoja në grinje që ka bexheti me valonin, valoni me bexhetin. Po në qofë se ata kanë grinje të zhidhë, ata janë qytetarë privata, nuk kanë asnjë ç'pun ke. Pra, janë interesa kriminale. Edi Rams, Lubi Ballukut, Taulant Balls dhe dhënrit të Lubi Ballukut, djalit Sadri Abazit. Po, që ka Lubia e ka marrë kushrinë e parë të Lubis. Këto janë të shifë në qytetar, kjo është e gjithë puna. Dhe kjo ju garantoj se mënyra se si e po trajtojnë këta, nuk po hyjnë fare kush ka drejt për të atyre dyve, kush nuk ka drejt. Jo, absolutisht. Se unë jam i lirë nga ky problem, edhe për faktin tjetër, e kam denoncuar i pari dhe jo një, po shumë herë, si një aferë të tmerrshme korruptive. Tani, shoh që në qoftë se djegësi Tiranës u vodhen parat dhe ai nuk u hudh një tull, në aeroport në Vlorës janë premtuar 140 milion euro, edhe sikur një avion i vetëm të mos ulet në pistë e tij gjatë 10 viteve të para.